por diçka e ka ndihmuar dhe politikanët e dinë këtë fakt, diçka ka ndihmuar që shumë prej tyre nuk jetojnë më, familjet tëra janë shuar, njerëzit kanë hequr dorë, kanë emigruar, e kanë lënë tokën dhe pak kanë ngelur që po kërkojnë me ngul. Fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë, domethënë, është largimi i njerëzve. Tash edhe unë jam larguar, them të drejtën, edhe unë pat arsye tjera që i ka atëherë fillimisht. Nga kontradiktat që kishe me drejtuesit kryesor të PD-s. Edhe me thënë drejtën, duke pas parasysh edhe atë temperamentin e tropajanëve, edhe ishe pak i tërëmbur, ta them si njerisht, dhe me thënë. Edhe që një nga arsyet që i ka dhe, por është do me shumë qef, dhe me thënë, po të kështë qenë më i ri, bilem kam bërqmos që CSI të kryoj një bazë në Shqipëri dhe pambarësi se unë më përpara vija më shpesh, kur e kështë edhe grunë më mirë me shëndet, edhe rria shumë gjatë në Shqipëri, por edhe e kam të më thënë fut edhe ke djali që edhe aji me ndonë shpejt të ndërpresin punën në Amerike dhe bazë do vi këtu edhe do punoj pak, sigurisht, sepse është i ri akoma, edhe nga ajo dëshirë që kemi që ta shikojmë vendin tonë sa më mirë. Do të Teresa, të vjen keq që ike, sepse ti mund të rije, të merre gjithë pronat e tua, të bëje karrierë politikane. Bine ma tem thot djalin në rije. Po, vi thashë, me thënë të drejtën interesante, është njeriu, është me të vërteti çuditshëm. Në momentet caktuara mësohet me një jeti duket si më e mirë atje, ku diun, por duke menduar se që kam humbur, them që kam bërë gabim, do me thënë, unë duhet ishe këthyër më përpara. Ata të rinë atje, unë duhet qarë në Qipëri të meresha më shumë me pronat. Jo, po flasë për politikën, të kështë ndënjur në politikë, se ti ishe në momentin më të mirë. Pa ja, shiko, Zerodina, në politikë nuk mund të meresha ma unë. Jo, nuk mund të vazhdoj, se unë u vura në kontradikt me drejtuesit kryesor që ishën atëherë në PD, me Saliun jenë më të parë. Edhe ishte aji që bënte ligjin në PD. Bëm në tentativa për një kriju një të djallë tamam të vërtet. Duke pas parasysh, dhe me thënë edhe ato pak trashëgimtarë që këshin ngel nga familjet e vërtet, nga dostët, nga butkat e këto. Po, gjithë një njeriu është pragmatist. Edhe ata në fillim ju ashtu Saliut mbrapa, qoftë për interesat veta, qoftë edhe për të hap një mundësi, por e panë pa vizion. Ate, sepse po ta këshim parë me vizion, neve mund të këshim kriju mrenda grupit parlamentar të PD-s, një grup, dhe më thënë, me gjithë se ishe shumë vështirë me Saliun të bëje gjëra të tilla, një grup me të vërtet që të ishte, si me thënë, iniciatorja e një të djathte me të vërtet në Shqipëri. Se djathë me komunistët është një... Po. Ama, ja u kalën Ramiz Alia, ja u kalën të djathën, të mos ngrej kokën kur. I vuri në krye një njeri që s'do e linte kur të djathën të ngrinte kokën. Edhe i pata atë cilësi që i kështë fituar që i gjatë kohë. Po, edhe me PSN, të jemi të qartë, edhe me PSN a i vuri një njeri i cili nuk do e ndihmonte dot PSN, duke e njohur Fatosnanën, domethënë, duke e krijuar, pasur një ide, i cili PSN nuk do e mbante dot. Zerodina, Fatosnano të paktën ka pas, them të drejtë, një liberalizëm i qikë më të madhë në Patakras. Shumë liberalizëm, për të mbajtur një parti në pushtet në një vend si Shqipëria që s'është liberal, po. Më thëndej, Zerodina, du të qikojsh edhe vetë atë konceptin që kemi në që mere me men, arriti në PS të kryoj një grup të fuqishëm Ilir Meta. Njëri, do më thënë që, ja, e ka të reguar, do më thënë që qarë vlera shka pas, përveç se Hajdut asë një gjë tjetër nuk ka qenë. Kështu që, prandaj po them unë që kemi edhe neve faj, që brenda partive kemi përkra njerëz të cilët nuk kanë qenë për të përkrahur. Kështu edhe me Saliu. E kuptuan shumë vetë më vonë, por me gjithatë vazhdojnë. Edhe sot kam të gjithë i bëjnë, dhe më thënë, lajka dhe i bëjnë, sepse aji akoma me fuqin që ka marrë, sa i nejti edhe në pushtet për 15 jetë. Kjo e fuqizuar. Po, ajo e ka fuqizuar shumë, është i fuqizuar dhe ekonomikisht, duhet themi edhe këte, ka qoftë fëmijët e pasur, qoftë
se vetë nuk ka gjë, është i varfër. Dhe kështu që edhe kjo, ka bërë ndere të cilat jashtë përblenë sot, njerëzit që i ka ndihmuar, kështu që ai vazhdon të jetë, më thënë, me gjithë se një moshë. Prandaj nuk jeni penduar që largohen nga politika se si do të ishte me hira me pa hir, nuk të linin. Nuk të linin. Ndërsa nga Shqipëria të vjen keq, që nuk e kthyer më përpara. Edhe më vjen keq akoma, sepse në vend që në Shqipëri dy problemet kryesore, rritja e mirëqenies është shumë e ulët akoma, me një rritje jashtëzakonisht të vogël, dhe fatkeqësia më e madhe është rënja e asaj identitetit kombëtar. Me të vërtetë, domethënë, më duket është më tepër një nacionalizëm folklorik se sa një nacionalizëm historik në kuptimin e vërtetë që njerëzit të edukohen me historinë e vërtetë të Shqipërisë. Kështu që në këtë pikpamje ulja e ndjenjës kombëtare, domethënë edhe mos rritja e mirëqenies popullit janë dy faktorët që e bëjnë, domethënë, më bëjnë që më vjen keq që pse Shqipëria nuk po gjen rrugën që duhet. Një prej mënyrave që Shqipëria të gjejë rrugën është ndarja e drejtë e pronës, sepse kjo do të ndryshonte bujqësinë, do të ndryshonte investimet e huaja. Askush nuk mund të investojë në një tokë të pa. Pse nuk vinë të investojnë këtu? Pse nuk vinë? Një nga arsyet. Ke siguri, në moment që s'ka tokën, s'ka asgjë. Fakti që erdhi kryetaria e Evropës këtu, edhe kaloi në gjithë Ballkanin, edhe investimet ja kaloi Serbisë. Edhe Shqipërisë nuk e dha asgjë. Edhe konsiderohet Serbia, për para nesh rrezik bëhet antare e Bashkimit Evropian. Pra, toka është aja. Si mendoni ju, tani me këtë mishmash që është bërë, po dhe me nevojën e madhe që kemi që ta zgjidhim, e di pse kemi nevojë ta zgjidhim tani, sepse ai funerali shtetëror që u bë gjykatësit, me një ditë me vonesë, sepse dhe u menduan pak njerëzit, ishte një vënje e gishtit në kokë për të kuptuar që ajo që ndodhet të gjykatësit mund të ndodhi çdo njeriu në politikë të drejtësisë, sepse këta njerëz nuk kanë çumbasin më. Atëherë, që të mos ketë më ngjarje të tilla, do një rindarje të drejtë të gjës, aty çfarë ka ngelur, që dhe të vazhdohet përpara, por tani nuk mund ta lëmë më